Të gjitha kulturat dhe fetë në botë, pavarësisht vendodhjeve të tyre, pranojnë në unison përmbytjen e madhe, përmbytje kjo që shkatërroi gjithçka në tokë. Kjo që një ngjarje që ka ndodhur diku tek 11.600 deri në 12.000 vjet më parë. Po me racën tonë çfarë ndodhi? Si u zhvillua ajo pas përmbytjes së madhe? Le të mundohemi të hedhim sy këtyre temave, duke anashkaluar variantin zyrtar, që siç e dini ky kanal nuk merret. Dhe të dëgjojmë se çfarë mendon shamani Zulu i Afrikës së Jugut, Credo Mutwa, i cili nuk ka kryer hallkat e sistemit arsimor. Zbret një sferë metalike dhe hapet një derë, nga e cila del një kolonë e gjatë me qenie të çuditshme të quajtura nomos. Le të njihemi me një fshat në Afrikë dhe pikërisht në veri të Burkina Fasos. Fshat ky që quhet dhe vendi i dagonëve. Fshatar këta që janë të përafërt me dagonët biblik. Kjo zonë gjendet midis Malit, Nigerit dhe Burkina Fasos. Kjo popullsi luhatet midis 400.000 dhe 800.000 banorëve dhe ka një gjuhë të veçantë. Në pamje të parë duket si një fis i zakonshëm afrikan që mbajnë maska, por ky fis nderon një zot mjaft çuditshëm. Këta njerëz kanë dije në astronomi dhe me shekuj kanë patur dije një përje që për ne të tjerët janë zbuluar në shekullin e 19 nëpërmjet teleskopit. Në vitin e largët 1931, dy antropolog francez u vendosën në këtë vend duke filluar studimin e këtij fisi dhe që në kontaktet e para me pritërinë Venus mësuan gjëra mjaft interesante. Duke hulumtuar nga 1931 deri në 1956, Marcel Graul mësoi se ky fis nderon një yll me emrin Sigidol apo Sikuja. Yll ky që ne sot e quajmë Sirius dhe që është ylli më i shndritshëm në qiellin e natës. Çudia është se pritërinë Dogon thanë se ky yll ka dy bashkëudhëtar, Potolo dhe Yemeatolo. Nga e ka këtë dije për astronominë dhe Siriusi, një fis i pashkolluar afrikan. Sot Sirius A, i shikuar me teleskop, ka vetëm një udhëtar, i quajtur Sirius B, që nuk shihet me sy të lirë. Dhe ky i parë për të parë në vitin 1862, dhe deri tani nuk ka fakte për ekzistencën e Sirius C. Dagonët kishin dieni për Jupiterin dhe unazat e Saturnit. Ata thanë se qenjet erdhën nga planeti ujor në orbitën e Siriusit dhe sollën dije për njerëzit. Ata quheshin Nomos. Siriusi gjendet 8.6 vite dritë larg nga ne. Sirius A është 2 herë më i madh se Dielli dhe 25 herë më i shndritshëm, duke qenë dhe një yll i ri. Sirius B, që është i padukshëm nga syri i njerëzit, ka mallsinë e tokës dhe është shkëlqimi i Sirius A që nuk lejon ta shikojmë Sirius B me sy të lirë. Vazhdojmë me Credo. Burra dhe gra të urtë të popullit ton besonin se bota jo nuk është e vetmja ku zhvillua jeta inteligjente. Burra të urtë me mjekra gri dhe gra me flokë gri i kam dëgjuar me vëmendje të madhe. Është fyerje të mendosh që Zoti është krijuesi i jetës në botën tonë të vogël. Jo, ekzistojnë botë paralele, jetë të tjera paralele me tokën tonë. Afrikanët kanë përshkruar në mënyrë fantastike 14 botë të tilla. Thuhet se pjesa më e madhe e tyre nuk ka një oqeane siç ka toka, por disa prej tyre kanë liçene gjigant me ujë të ëmbël. Vetëm 2 botë janë të mbuluar me ujë të kripur. Njëra është bota e Nomos, që kërcen rreth yllit që njerëzit e bardhë quajnë Sirius. Takimi i parë i afrikanëve dhe shtokësorëve ka ndodhur para më shumë se 7.000 vjetësh në një vend të harruar të Afrikës. Ky objekt sferik u ul në tokë me një zhurmë shurdhuese sa 1000 rufe. Thuhet se u ul në një lëndinë e cila pa pritur u mbush me ujë. Uji rrithe nga të gjitha malet përreth, si dhe nga shkëmbinjtë që nuk kishin patur ujë kurrë. Thuhet se kaluan disa ditë gjatë cilave objekti notonte në këtë bazen me ujë. Pavarësisht frikës që kishin, njerëzit u grumbulluan disa qindra përreth. Nga kjo sferë e çuditshme u hap një derë dhe doli një kolonë e gjatë me qenie të çuditshme. Ecnin si njerëzit dhe midis gishtave të duar dhe të këmbëve kishin një membranë. Kishin fytyrë peshku dhe trup njerëzor dhe ecnin poshtë platformës sikur të dhimbnin këmbët. Secili prej tyre mbante një shkop me një ndriçim të veçantë në maj, me ngjyra jeshile, të verdhë, të kuqe dhe vjollës. Thuhet se udhëheqësi mbante në kokën kuror me një gur më të shndritshëm se dielli, dhe pasi u fut në ujë notoi duke bërë disa xhiro përreth objektit sferik
dhe pastaj ngriti dorën e djathtë në shkopin dhe ju drejtua njerëzve. Njerëz të kësaj bote, ne jemi populli Nomo. Vim nga një yll që quhet Kiri Davu dhe që ju e quani qeni i kuq. Dëgjoni fjalët tona, sepse jemi të dërguar nga të lartët, në vendet e larta, që t'ju zbulojmë disa të vërteta. Thuhet se foli për ditë të tëra duke sqaruar misteret e universit dhe misteret e krijimit. Qenia tha se raca njerëzore dikur ishte e madhe midis yjeve. Ishte një racë udhëheqëse në një bashkim yjesh në galaksi. Për arsye se njerëzit ishin mizor dhe të dhunshëm, karshi lloje të tjera inteligjente dhe qenieve të gjalla në përgjithësi, shpërtheu një luftë ndërhyjore ku disa botë të ndryshme bashkuan forca kundër racës njerëzore. Njerëzit u dëbuan nga vendi i lules së madhe dhe kërkuan banim në këtë botë të haruar. Nomo tha se midis yjeve ekzistojnë shumë lloje inteligjence që kanë frikë nga njerëzit dhe ne na mbajnë në vëshkim që të mos bëhemi prapë rrezik për lloje të tjera botësh dhe civilizimesh. Qofse raca njerëzore arrin të eliminojë urrëtin, luftrat, sëmundjet dhe egoizmin, Këshilli i Madh Verior do të na e presë krah hapur, duke na dhënë prapë vendin e merituar në mbretërinë e madhe të botëve të ndryshme. Duhet të respektojmë në çdo moment tokën në të cilën jetojmë, e cila është krijuar artificialisht për të mbajtur jetë. Nomos tha: "Vëllezër dhe motra, toka është shtëpia juaj dhe duhet të kuptoni se kush jeni në të vërtetë. Sa të mëdhenj jeni tani dhe sa të mëdhenj keni qenë në të shkuar. Në qoftë se jeta nuk zgjerohet jashtë planetit më drejt yjeve, herët ose vonë do të shuhet. Në qoftë se nuk na ndiqni në hapësirat e errta të universit, do të shkatroni tokën dhe në fund do të shkatroni edhe veten tuaj. Toka megjithëse mban jetë, do të vdesë dhe do të shkretohet." Pasi mbaroi fjalimin e tij, Nomo bëri diçka të çuditshme dhe frikësuese. Nxori një sen dhe me të shkatroi vetëm, pra kreu vetvrasje duke rënë në rampën metalike. Erdhën të tjerë nga brenda dhe pasi e ndanë në copa, e poqën në zjarrin e shenjtë. U zgjidhën disa afrikanë që të merrnin pjesë në këtë ritual të çuditshëm, të cilët hëngrën në mënyrë ceremoniale pjesë nga trupi i kësaj qenie të çuditshme. Pastaj Nomo i vdekur u zëvendësua nga një Nomo femër, e cila tha: "Me këtë gjest, ne që vim nga ylli i qeni i kuq, krijojmë lidhje midis nesh dhe racës njerëzore. Me këtë gjest ju premtojmë, në qoftë se ndaloni luftrat dhe konfliktet midis jush, arrogancën, sherin, sëmundjet dhe urin, si dhe varfërinë, ne Nomo do të kthehemi dhe do t'ju marrim për dorën në fronin e yjeve." Populli Nomo është parë vetëm një herë dhe nuk janë kthyer më dhe nuk dihet se përse. Në të gjithë Afrikën midis fisëve mund dëgjosh të histori të pabesueshme se si një lloj qenie si hardhus erdhën tek ne dhe na dhanë dije të pabesueshme. Këto qenie na lanë disa këshilla megjithëse njerëzit janë të paracaktuar që të kërkojnë dije në të gjitha format, por në asnjë rast nuk duhet të shfrytëzojnë këto dije për shkatrimin e tokës ku jetojnë. Nomo tha se në të kaluarën, para miliona vjetëve, dhjetra mijëra civilizime janë shkatruar në këtë mënyrë në thellësitë e universit. A nuk tha të njëjtën gjë dhe Lacerta? A nuk i tha të njëjtën gjë edhe profecia e Jahube, ku ne si racë arrim të zbërthejmë atomin? Kjo histori nuk ka lidhje fare me Anunnakët, po bëhet fjalë pas përmbytjes madhe. Këto qenie nuk janë ulur vetëm në Afrikë, por në vende të ndryshme nëpër botë, dhe një prej tyre është edhe Kili, ku kemi një geoglif gjigant për nder të tyre, siç është giganti i Atakamës. Këto qenie, me gjithë pamjen e frikshme, janë miqësor ndaj nesh. Logjikisht, ne jetojmë në një farë lloj burgu, duke na kontrolluar pa ndërprerje. Në qoftë se simbolika e vetvrasjes nuk është metafor, atëherë na merr kuptim rituali që në ditën e parë të 40 para Paskëve të krishterët han peshk. Të gjitha festat janë pagane, por me kalimin e kohës u ndryshuan emrat dhe vendet, dhe si përfundim ngrënia e peshkut simbolizon ditën kur njerëzit hëngrën atë qenie me kokë peshku, duke krijuar vllazërinë me atë racë. Çfarë përfaqëson hostja? Ajo pec sheqeri që prifti të fut në gojë, dhe është një simbol pagan që e huazoi kisha krishterë. Përse mban papa në kokë mitrën, kapelen e famshme,
që sipër ka formën e kokës së peshkut. Kush qenie kishin kokë peshku me trup njeriu? Dagonët, populli Nomos. Kush e vrau Osirisin? Faraonin egjiptian dhe ndau në 14 copa, ku 13 prej tyre i gjeti e shoqja Isisi dhe të 14-ën penisin e hëngri pikërisht peshku. Tek filmi Prometeu, një qenie e tillë bën pikërisht vetvrasje, pasi me ndihmën e materialit gjenetik krijoi një jetë në një planet tjetër pranë tokë. Ridley Scott me siguri e ka parë në ëndër ngjarjen. Nuk është e rastishme që David Icke, pas agjendës futbollistike, filloi të flasë për këto qenie. David Icke mësoi nga Credo Mutua për qenjet që quheshin Chitauri, qenie reptile që ndryshojnë pamje. Sa probabilitet ka që kaq shumë kultura, kaq shumë popull, kaq shumë vende të ndryshme që s'kan qenë kurrë në kontakt me njëri tjetrin, të kenë një fantazi të njëjtë? Vazhdoni të qëndroni tek bota e fshehtë, sepse temat në vazhdim janë edhe më të nxehta. Mos harroni regjistrimin dhe drejt tek emisioni i radhës. Mirupafshim.